Një kohë rekord na janë përgjigjur Agjencia e Emergjencave Civile për urën, e cila në fakt ka qenë e rëndësishme dhe domosdoshme. Janë 600 banorë të fshatit Beran dhe Varrezat që për 2 ditë ka qenë të shkëputura, po tashmë e kemi urën, tashmë sot do të përfundojmë lidhjen. Duket si një ndërhyrje e vogël, po në fakt nga impakti i madh që ka pas për zonën është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe koha shumë e shpejtë. Sigurisht është kohë e vështirë me rreshje dhe me problematika të cilat ne po mundohemi të menaxhojmë, por jam i kënaqur të them që vetëm bashkëpunimi me institucionet ka arritur që ne sot në Shkodër të kemi një situatë fatmirësisht me minimumin e problematikave, si në zonat për sa i përket përmbytjes, si dhe në ndërhyrjet e tjera. Sigurisht kemi akoma punë për të bërë, por deri tani mendoj që e kemi situatën në kontroll. Po instalohet një urë nga batalioni i Gjenjos, e cila mundëson kalimin e 2 fshatrave ndërmjet njëri tjetrit, urë e cila ishte dëmtuar për shkak edhe të rreshjeve të shumta kohët e fundit. Është një mundësi që ju jepet banorëve për të qarkulluar lirshëm, por edhe për të komunikuar me njëri tjetrin, por edhe për të lëvizur edhe strukturat e tjera për të bërë një normalitet në gjithë këtë zonë. Në mënyrë të menjëhershme, duke u vlerësuar situata si emergjente, është kërkuar ndihmë nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe nëpërmjet grupit në terren të batalionit Gjenju është vlerësuar ndërhyrja me vendosjen e një ure beli. Me të marrur me ministrit, kemi punuar dje nga mazidhjas deri sot në orët e parë të mëngjesit. Jemi nisur direkt këtu, kemi mbërritur me një urë 12 metra, e cila mbretëra ditës sot mendojnë që do ta shtrinë dhe nesër rreth orës 10 do bëhet totalisht e kalueshme.